Një histori njerëzore, e mbushur me emocione, humor dhe reflektim, është sjellë për publikun pogradecar përmes komedisë Dy dashuri dhe një veshk, e cila është ngjitur në skenën e qendrës kulturore të qytetit. Në regjinë e Guri Kocos dhe me interpretimin e aktorëve Guri Koco, Alban Prodani, Adea Cale dhe Dimitraq Tasëllari, shfaqja ka arritur të ndërthurë në mënyrë të natyrshme elementet e komikes dhe tragjikes, duke prekur tema të ndjeshme të realitetit të përditshëm. Në thelb të saj, vepra trajton jetën e dy personazheve që përballen me vështirësi ekonomike, por që mbeten të pasur në shpirt dhe në vlera. Përmes situatave të thjeshta por domethënëse, shfaqja sjell në vëmendje rëndësinë e miqësisë së vërtetë dhe sakrificës për tjetrin, duke e kthyer skenën në një pasqyrë të shoqërisë së sotme. Regjisori dhe një herazi aktori i shfaqjes, Guri Koco, thekson se vepra nuk mbështetet te humori i zi, por te balanca e hollë mes të qeshurës dhe dhimbjes. Komedia nuk ka humor të zi. Komedia ka një ndërthurje të jashtëzakonshme midis tragjikes dhe komikes. Vetëm se kufiri midis këtyre dy gjinive është kaq i hollë sa nganjëherë njerëzit ngatrohen. Them që komedia, në qoftë se prishet ky kufi, është e mbaruar. Ne kemi punuar me shumë dëshirë, me shumë qejf. Kemi rreth 2 muaj që punojmë. Ai shton se në qendër të shfaqjes qëndron një mesazh i fortë për kohën në të cilën jetojmë. Shfaqja ka në qendër të saj dhe është një hymn për miqësinë. Sot, në kohën e sotme kur gjithçka po shkon drejt degradimit, sidomos miqësia, kjo përpiqet t'ju tërheq pak vëmendjen njerëzve. Dhe t'ju thotë që këta dy njerëz nuk është pasuria ajo që i bën njerëzit miq. Është zemra, është shpirti. Që do thotë janë në skenë, në qendër të skenës janë dy njerëz të varfër, por të pasur në shpirt, që bëjnë gjithçka për njëri tjetrin, pa interes. Ky është mesazhi kryesor. Dhe kjo jepet në bukur shumë nëpërmjet një komedie dhe një tragjedie. Sepse po të themi gjë, ky personazh im qa në një moment sepse mund ta kenë futur ata ta kenë hedhur mikun e tij në oqean, dhe papritur pa këtu a thot, dhe ta dish që ai nuk e ante peshkun. Pra, ai këtu e ka tragjike dhe menjëherë lëshon një humor. Pikë së pari, unë si regjisor dhe si aktor, kemi punuar shumë me kolegët e mi, Albano Prodanin, me Adea Calen, edhe me Dimitraq Tasëllarin, të cilin t'i falenderoj, dhe Gjerasin t'i falenderoj. Dhe themi që komedia ja ka arritur qëllimit dhe siç na kanë thënë në këto dy net, është e cilësisë së lartë. Shpresojmë që edhe këtë shfaqje e cila do t'jepet në Korçë në data 26, 27, 28, 29, themi që publiku i Korçës që na njeh më shumë se Pogradeci do ta mbush plot sallën. Për aktorin korçar Albano Prodani, kjo shfaqje ka qenë një eksperiencë e veçantë artistike dhe njerëzore, e ndërtuar mbi bashkëpunim dhe përkushtim. Me Gurin unë jam nxënës i Gurit, ai më ka marrë dhe në punë kur i thon vllafi në teatr. Me atë kam filluar me një shfaqje të Gurit, miqësia tonë është shumë e madhe, por unë i pëlqej Gurit se është një person që nuk të le të bësh xec në prova, nuk është nga ata që kalon radhë me një fjalë, edhe një fjalë të ketë dhe një. Kështu dhe kjo që mua më pëlqen se ecën shumë përpara. Punon shumë dhe kjo na bën shumë mirë, pavarësisht se mund të kemi fjalë, mund të kemi edhe fjalë as fjalën, por unë për punën domethënë i pranoj të gjitha. Ai ndalet edhe te raporti i tij me regjisorin, duke e cilësuar atë një bashkëpunim të ngushtë dhe frymëzues. Ti je i varfër dhe me një shok shumë të mirë mirësh. Në fakt duhet të jesh i pasur, po se ka dhe shumë të varfër që s'kan as shok të mirë. Dhe kjo është si thua gjysmë të keqes. Dërsa të thera dy fjalë për shfaqjen, mendoj që kemi bërë një shfaqje të bukur, kemi realizuar një shfaqje të bukur, puna e regjisorit ka qenë e madhe, kemi punuar me aktorët e tjerë, jemi ndjerë shumë mirë, me një vajzë të re dhe një djalë nga Pogradeci. Mendoj që kemi bërë diçka të bukur dhe shpresojmë që do ndiqet. Ndërkohë, për aktoren Adea Cale, pjesëmarrja në këtë shfaqje përbën një hap të rëndësishëm në rrugtimin e saj artistik. Ajo vlerëson gjithashtu reagimin e publikut, i cili ka qenë mjaft pozitiv. Atëherë sot ishte dita e dytë, nata e dytë që ne dham shfaqjen Dy dashuri dhe një veshk, dje ishte premiera dhe normal emocionet ishin akoma më të mëdha ditën e parë, po
Prap, emocionet vazhdojnë dhe qëndrojnë në skenë. Normal, publiku e priti shumë mirë, jemi shumë të kënaqur me publikun e Pogradecit dhe jemi vërtet falenderues që e mbushun sallën plot. Privilegj i madh për mua që të jem me një kast aktorësh profesionistë, siç e thatë dhe unë jam një aktore amatore si fillim dhe gjej rastin të falenderoj regjisorin ton Guri Koço që më dha mundësinë dhe më zgjodhi mua që të jem pjesë e kësaj shfaqjeje dhe jam vërtet shumë e njohëse. Faleminderit ju. Dy dashuri dhe një veshk vjen si një reflektim i ndjerë mbi marrëdhëniet njerëzore, duke dëshmuar se edhe në kushte të vështira, vlerat si miqësia, solidariteti dhe dashuria mbeten thelbësore. Shfaqja pritet të vijojë rrugtimin e saj edhe në skenën e Korçës, duke sjellë për publikun jo vetëm të qeshura, por edhe mesazhe që ftojnë për reflektim mbi realitetin dhe raportet mes njerëzve.